Zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian vizituan sot Ukrainën. Vizita vjem në 4 vjetorin e nisjes së pushtimit rus. Mesazhi që u dha ishte se mbështetja për Ukrainën vazhdon. Më 24 shkurt, Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës. Sot, rreth 20% e territorit të këtij shteti mbetet nën kontroll të Moskës. Mbi 10.000 civil janë vrarë, sipas OKB-s. Dhjetra mijëra ushtar kanë humbur jetën. Përtej kësaj, më shumë se 6 milion ukrainas shkuan si refugjat jashtë vendit, shkaku i luftës. Rreth 4 milion tjerë janë të zhvendosur brenda Ukrainës. Dëmet e luftës vlerësohen mbi 500 miliard dollar. Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare kanë ndihmuar Ukrainën me mbi 140 miliard euro ndihmë. Këtu përfshihet mbështetja ushtarake, asistenca buxhetore dhe ajo humanitare. BE ka miratuar një paketë afatgjat prej 50 miliard euro deri më 2027. Megjithatë, Hungaria dhe Slovakia penguan të hënën një hua prej 9 miliard euro që Bashkimi Evropian ka bërë plan t'ja jap Ukrainës. Shtetet e Bashkuara kanë ndarë mbi 110 miliard dollar që nga viti 2022. Ukrainës ju dhën armë të avancuara, sisteme kundra-aerore dhe artilleri, dhe municion. Edhe NATO kanë ndihmuar duke koordinuar furnizimet dhe trajnimet. Dhjetra mijëra ushtar Ukrainas janë trajnuar nga vendet anëtare të aleancës. Megjithatë, pas 4 vjetëve të luftës, fronti mbetet aktiv. Sulmet e Rusisë me dron dhe raketa ndaj Ukrainës vazhdojnë pasi lufta nuk ka përfunduar. Mbështetja perëndimore vazhdon, por paqja mbetet larg.